Fitoria vllaznisë me Teuton për javën e 31 të superiores, kryesimi I kampionatit me destinacion titullin kampion dhe atmosfera tifozërisë brenda dhe jashtë vendit ishte në fokus të emisionit Studio Sport transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në RTS Shkodra. Vllaznia atë yllin e shenjtë, në këtë fanelen e shenjtë duhet ta vënë si mjet. Edhe unë shpresoj tanë shkodrant, po jo vetëm shkodrant, edhe tanë miqtë tonë, ku çdo të sep Shqipënisë e dojnë si mjet vllaznin kampione. E përsëris edhe herë sahati I hajrit. Unë kam thënë edhe herë tjera që vllaznia është kombëtarja e veriut. Do vërtu komplet pjesa e veriut krenohet me vllaznin. Unë edhe pse jam legjion, edhe pse jam trajner te Besidhja, unë mbrapa Besidhjes kam vllaznin. Dhe vllaznia është një emër I madh, e përmeni shumë emra që nuk du me përmen emra se kam prit se le në emër pa përmen, por vllaznia është djepi I futbollit shqiptar. Presim që vllaznia tashmë të shkojë drejt asaj që ne shpresojmë shumë këtë vit, siç kemi shpresuar çdo vit, po këtë vit si duket jena më afër se asnjëherë tjetër të marr parasysh edhe përveç qetësisë të mirë, po të marr parasysh edhe përbollit direkte që vllaznia ka bërë me kundërshtarët. Është me prej grupit ton nga ana jote me fjalë si fillestare, por sot është më shumë se difishi që është gëmulluar me 2 ditëve. Shpresoj për një vllazni kampion edhe që kjo është baza. Kjo shumë do dorëzohet nëse vllaznia shpallet kampion. Është premio për ekipin kampion, që se vllaznia dhe kampion janë ato ajo premio nga ana tifozëve. Premio. 2000 lekë, 3000 lekë sado që të jenë. Pjesë e këtij emisioni ishte edhe nisma e grupimit të tifozëve Vllaznia Diaspor në mbështetje të vllaznisë me premio speciale për titullin kampion. Suksesi I Bestlidhjes që rikthehet pas disa vitesh mungesë në kategorinë e parë: futsalla, ciklizmi, atletika dhe lojrat me dorë.